të korrupsionit filan ministët, filan kryeministët, filan drejtor. Edhe rasti që përmendet të Gimneshës sot. Po. Do ta përmendim dhe ata. Po, jo, për të mos zhvenduar, sot Edi Rama mund ta hedhë zotin Nesha, mund ta hedhë në gjyq. Po. Ramaduro. Edhe i thot, për shembull, si ma vërtetoti, tani e hedh këtu, a hedh andej, është muhabet. Është punë e tij ku e hedh. Po, se po e hodhi andej. Po. Gjyqi nuk shkon më këtu si 10 miliona ke për të paguar, atje shkon vlera tjera pastaj edhe i bie pishman. Jo, të bie pishman është thik me dy presa, sepse fjalori pejorativ tani ka një vi, edhe në gazetari ka një vi e holl ndarse midis të bërit gazetari dhe ta kapësh personale ti me subjektin. Për shembull, Ramaduro si fjali është që nuk ka lidhje fare me e krahason, po do të flasësh me shifra se si do krahasosh ti me atë. Pra nuk është e krahasoj se dua unë se kam qef unë. A kupton? Do të thush me shifra ose fakte konkrete. Që do thotë që ka arrestuar dhunshëm zotin Meta, përpos që ne dënojmë arrestimin e zotit Meta në atë formë, a kupton? Por nuk e vërteton dot ti. Çfarë do thonë që jemi narkoshtet? Prap nuk e vërteton dot. Sepse narkoshtet është fjalë e madhe, për në çdo lloj ose bashkëpunimi me krimin, çfarë do thosh? Do thosh 1, 2, 3 raste konkrete. Por Ramës ka as gjyqi, as çfarë do thotë, mshihet pas drejtësisë që ka kapur. Nuk janë argumente që në gjykat bindin se Rama i ka cilësitë e personit në fjalë. Pra, çfarë ndodh se do i rikthemi edhe pjesës nuk bindin, shkoi $200,000 vetëm për të paguar $300,000. Një bindje $200,000. Po pra, një artikull $200,000, $300,000 për pos. Nëse se dalim më mbrapa të temat më pas, por të qëndrojmë edhe pa këtu. Mbi këtë premis që ata thonë korrupsioni prek sigurim, prek demokracinë, dhe kjo dihet botërisht që sa herë në vende që ka korrupsion, demokracia është e brisht. Po patjetër. Dhe dihet që nuk ka instanca sepse ne kemi parë shumë mirë, për shembull, po të marr një rast në atë kohë kur fikeshin radarët. Që ishte një rast që ajo cënon e mirëfillt sigurim. Po, denoncon atë kohë, po, që u denoncon atë kohë. Nga zoti Berisha. Ajo se çfarë ndodh, mendoj ju më pas, pritet me a do të ketë emra të rinj që mund të shpallin non grata. Sepse kjo është një prej pikpyetjeve të shumta. Kishte edhe një brenda urdhit ekzekutiv flitej edhe për mbështetjen që ata japin SPAK-ut dhe drejtësisë. Pra ky është edhe për shkak se shumë për njerëzve flitejnë që Amerikanët e kanë braktisur SPAK-un, në anën tjetër përdorin një narrativ që zotit Berisha i ka ikur non grata. Pra, ta flitej për non gratën e zotit Berisha, kur kishte edhe emra të tjerë non grata që ti i the si zotit Dako, Rakipi apo dhe zotit Doshi. Ka që edhe zotit Dako, se e harrum Dakon, nuk e thash Dakon. Se the Dakon? Jo, se e harrum, e shumë i ma kujtohet. Akullores Durrësit. Po, Akullore Durrësit që Rama nuk i la prap. Ka gjugji, nuk i thënë as Akullore, po Akullore ngeli nga ajo që tha tek në emision jam i pasur, ja që kam durët Akullore, tha. Pra, në këtë premis... Ai mund tjetë i pastër, problemi është që e di për çfarë do ishte dënu Gjushi që shkatroi Durrësin. Po, ka një sinqerisht. Pra, vetëm për masakrën që ka bërë se në Tiranë është ndërtuar, po Tirana trashëgimi kulturore përveç shtëpive me qerpiç nuk ka pas një... Po, Durrësin e vuri... Ore ke pallate sot antikitetin, ore është pallatet... është skandal më ngrihet pallati midis rënojave të mozaikeve apo të ku dëgjon të... Nuk e di si e kanë pasur dhe guximin për ta bërë se... Si guximin, po kush pytu pjasi trafik? Jo, ç'është që ndron që... Ore s'pyet njeri këtu more. Jo, nga ana njerëzore, se nuk e them se dakord edhe ata që kanë filmuar... Ore ti u bënde rruga, rruga që kalon aty që hyn nëpërmes pse të bësh... Po, Veliera. Veliera që ajo që ai mbroklla që është shumë. Po, mbroklla Veliera. Bravo. Aty gërmonin dhe dilnin mbetje të antikitetit edhe etho mbulohen. A kuptoj idhi dhe, kuptoti çfarë çmenduri është bërë aty dhe ajo. Ore, nuk jam te pjesa që ta dënojmë këtë se ky, po në Durrës sinqerisht mund të jetë një nga qytetet ku mund të ishte një prall e plotësuar cep e mcep. Sepse e ka edhe detin, pavarësisht se ne sot nuk e vizitojmë më se është ne nuk e vizitojmë, po e vizitojmë tuaj plot. Edhe ne vizitojmë se ikim fundjavave këto për të relaksuar se ka pjesë shumë të bukura dhe ai qytet, problemi është se kthyn nevojtore nga shkarkimit të hoteleve apo u kthyn nevojtore më Durrësi. Slazh atje në verë. U kthyn nevojtore, nuk kishte hotel, shtëpi
apartament që i derte të gjitha ujrat e zeze, i derte në pak porti, e pak anijeta, pak tragetet, e pak skafet, e pak jatet, u kthyen në nevojtore dhe ai det. Nuk është faj i detit. Deti ashtu ka qenë dhe në atë kohë. E ke parë Durrësi me ato pishe që mrekulli e radhë. Durrësi dhe gjithë zona, Vlora shpëtoi me lungomaren. Më sinqerisht. Vlora dhe Vlora po kthej siç e kanë bërë Sarandën. Batërdi, janë qytete me kulturë, janë qytete që kanë trashëgimi, janë qytete që mund të vizitosh cep ose ndërtosh narrativa të ndryshme për çdo gjë. Kanë ku dëgjon rilindas apo ku dëgjon kanë 1000 subjekte ku ti mund shkosh 1000 pika që mund t'i vizitosh. Kurse këta i mbulun histori me e kthyn jo rënoja, po e mbulun me dhemë, por i udhën dhe i grush dhe sipër. Tani, të rikthehemi tek tema. Po kjo është kjo ishte, mund ta diskutojmë. Unë kam bërë, do të më bën një temë, një ditë që për ta bërë veçmas dhe për t'i qëndruar edhe për. Unë kam bërë investigim edhe për Durrësin kam bërë dilte mbaj mend atëherë unë Auloni pa ne vlerësoj se ka dalë. Nuk e di tani nuk ka rëndësi politikisht apo jo politikisht. Jo, ka dalë. Se m'duhet mu politika po bën rëndësi, ka të bëj kauza. Po prandaj po them pra. Po ka dalë shpesh në mbrojtje të asajt. Albana Vokshi ka vajtur në Strasburg. Është prekur, ka folur për kërcënimin për ngjarjen e Vorës dhe në anën tjetër ka thënë që më është kërcënuar dhe vajza. Pra, paraprakisht për të bërë një parashtrim mbi atë se çfarë. Tani nëse është kërcënuar vajza është e rëndë. Po këtë do thoja, por të themi edhe mbi çka. Mbi këto pavarësisht se është Albana Vokshi nuk kemi ne se kush është. Mbi këtë premisë në fakt e kanë fjalë të besueshmëria, nuk e kanë fjalën të. Jo, pastaj do ta diskutoj, po thjesht do të diskutoj këtë gjë. E para është mbi një ngjarje e rëndë, që është i është kërcënuar vajza. Nëse është kërcënuar vajza, është vërtet shumë e rëndë, jo e rëndë. Se e rëndë është pak, a kupton? Po një ngjarje shumë e rëndë. Është shumë e rëndë. Lidhet edhe me përplasjen që pa ti zonja Vokshi. Po nuk kam parë gjë nga ishte ajo përplasja që patim atë dia, aq kemi parë ne, mbase po nëse ka ndonjë gjë jashtë kamerave, nuk ishte nuk pas ndonjë. Për sa kohë ishte zonja Vokshi dhe zoti një gjuhë verbale, nuk ishte një gjuhë verbale e rëndë, sepse i thoshin madje zonja Vokshi her pas here është përpjekur, nuk e pash as dhe në konflikt me personat, fjalë se edhe pjesën e brendshme kur ndodhi konflikti midis zotit Noga dhe atij personazhit që zoti Noga thoshte se i përkiste botës krimit, zonja Albana Vokshi është munduar ta tërheq apo t'i ruaj qetësinë zotit Nokan për përplasje verbale me personin në fjalë. Por jashtë si thua jo perimetrit shkollës, brenda perimetrit shkollës apo dëgjon çfarë ishte ajo qendra votimit. Ka pas kamera dhe nuk pash një debat apo një kërcënim realisht. Tani nuk e di. Tani mbi këto premisë sepse ne ta marrim mirë qenë. Të marrim mirë qenë. Në anën tjetër ka kërkuar një hetim ndërkombëtar për zgjedhjet, sepse edhe këtu duan ndaloj. Po. Nga Strasburgu, ky fjalim dhe kjo qëndrim i zonjës Vokshi. Do thoja pi ujë se nuk është mase termi bu, por jep një impakt në Strasburg, janë vërtet kaq të shqetësuar edhe Bashkimi Evropian për zgjedhjet në Shqipëri, ata i kanë informacionet dhe çfarë ka dashur të arrijë zonja Vokshi me gjithë të narrativ. Mund të sensibilizohet faktorin ndërkombëtar ku shikon që një deputete i është kërcënuar familja për lotet, bën deklarata të forta që as paku as policia nuk i është gjendur. Të paktën siç thot zonja Vokshi dhe nuk ka marrë asnjë mas. Do doja të ma jipe një këndvështrim në këtë format. Edhe njërë, nuk bën vaki në kontekstin publik që një antar i botës krimit, e pare që thjesht antar i botës krimit tjerë, derisa më pak je më i pa sa më pak në media. Në media, ne e dim. Pra, ata njerëzit më të frikshëm apo njerëzit më me influencë në botën e krimit, sot janë ata që nuk i përmendën emrat as në media dhe nuk figurojnë askund. Jo s'përmendën, po i dim, por nuk i themi, a kupton? Kështu që ta marrim rastin fjalë, sikur ky ishte kriminali më i frikshëm, zoti çfarë kishte Berxhabafti, është kriminali më i frikshëm
në këtë kohë që mund të kërcënoj një fëmijën i deputetit të Republikës së Shqipërisë, apo jetën, apo çfarëdo kërcënimi tjetër të sekretarit përgjithshëm Partisë Demokratike,